Nëse dojna me hecë përpara, edhe me konstituu kuvendin, atëherë deputet duhet me votu, si e përcakton kushtetuta. Ne e presim dhe shpresoj që nuk do marrë shumë kohë të gjatë edhe opinioni i gjykatës kushtetuese në këtë drejtim, por mendoj që janë të qarta të gjitha rregullat, qoftë me kushtetutë, qoftë me ligjet e Republikës Kosovës. Në asnjë një vend nuk shkruan që në formën se si fillohet votimi brenda seancës konstituive, ashtu duhet mbaroj, vetëm thotë se në seancën konstituive mund të votohet me votim të fshehtë apo të hapur. Ne kemi propozu që të bëhet votimi i fshehtë, për shkak që ka pas deputet edhe të subjekte të tjera politike që kanë shpreh interesim për me hecë tutje edhe me konstituu kuvendin. Këto e kanë thonë mes neve. Këto i vetmi atakim është ndaj viktimave të luftës së fundit në Kosovë. Edhe është e turpshme, është e rëndë, edhe kjo është dëmi më i madh që i bëhet vendit edhe të kalumës tonë edhe luftës tonë. Unë në asnjë një moment nuk e kam përmend luftën e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Lufta e ushtrisë qëllimtare të Kosovës është ndër më të shenjta që e kemi. Edhe kur individ masandej dojnë me të sulmu pse ti ke guxim të mendosh ndryshe, edhe ti përket një subjekti tjetër politik, atëherë i bëjnë sulme të ulta të tilla, por edhe dëmtojnë edhe luftën e UÇK-s edhe viktimat civile të cilat kanë qenë.